deri në çfarë ore maksimumi mund të konsumojmë diçka, çka do qoftë ajo, ose pemë, ose shëndetshëm, ose pa shëndetshëm, s'ka rëndësi, po deri në cilën orë para gjumit, deri 1 orë para gjumit. 1 orë para gjumit. Po, 1 orë para gjumit me qanë një qaj, ose eventualisht në i frut t'i thot, ju për shembull frutat freskëta, në arrore, faktikisht, arroret kryesisht, frutat e thota dhe frutat e freskëta me qenë për shembull 1 orë mas iftarit, po jo para gjumit. Për shkak se i çojmë organizmin sasi glukozës, derisa të përpunon, kështu që vjen si fyri edhe kështu që i bëjmë dëm, i bëjmë ngarkesë organizmit, kemi kohë mjaftueshëm se deri në ora 9 për shembull, maksimumi me mujtë me përfundu shultën e fundit, tash mbaret edhe prej ciklit se kur flen ose që e ki ritmin, se nëse shkon fitness, si sa ronda, atër ndonë këthesh prej fitnessit. Nuk ka ma kur gjo mas fitnessit, nuk u dzoja dhe pa agjerim edhe me agjerim, mas fitnessit ma nuk konsumaj, sepse edhe organizmi me sa e di, nëse zgaboj edhe nëse vetë s'ke marrë proteina, është mirë diçka për proteina me marrë kur kthehesh, për shkak me ushqym muskujt, nëse s'ke marrë proteina para prakisht 1 orë para se më shku në fitness, o për ndryshe më nësh